Okay, but in what I was saying that we will discuss it separately because we are now talking with the other people and we are just trying to explain in the first. This is the preliminary discussion, first discussion. The next meeting there will be a big meeting with all coordinators, all zonal coordinator, all municipality coordinator must be there in our next meeting. So we will call that meeting and we will explain each and everything with guideline, full guideline. And before meeting, we will circulate the guideline so that all the zonal coordinator and all municipality coordinator will read everything in advance. And then we will give an orientation to everybody. So I'm just explaining this is a good meeting that we have and our high level team top level team is now with us and few are the zonal coordinators. So we are going to brainstorm first and what this how this structure will be. Okay, so please don't worry about it. Okay, uh atëherë të përkthej unë pak, I will translate. yeah, please. Do më thënë, nuk do shkojmë në detaje tani për atë që sugjeroi Martina, se si mund të bëhet më mirë angazhimi i vullnetarëve, për cilët ajo është përgjegjës, por ne këtë do e diskutojmë veçantë dhe jemi duke përgatitur edhe platformat e punës, pra ca guida për çdo kategori, për NGO-t, për vullnetarizmin, për ata personat që do sigurojnë sponsorizimet e tjera me radhë. Dhe shumë shpejt, përpara mbledhjes që do bëjmë ne me koordinatorët e bashkive dhe koordinatorët zonal, shumë shpejt do shpërndajmë që më përpara këto guida në mënyrë që të kemi orientimet qarta dhe ta kemi më të qartë detyrën për çdo person që do angazhohet në këto role. Yes. Okay, okay, friends, now I like to cover the other two categories which I left. One is the under government, we have the municipality. So municipality is a most critical link, most critical organization or stakeholder. Okay. The other one is the sponsorship. So let us first discuss the municipality. So we have prepared one chart for municipality, how the municipality can offer a help to zonal gathering. Okay. So these are the points. I can read for you and Dr. Petrit will explain because, yeah, he can very well do that. One is the contributing through infrastructure and facilities. So this can be in terms of a community park. For example, this community park can be in Dibar or in Elbasan, wherever you are fixing the zonal gathering. There should be some community park and this community municipality will provide you this park free, in which 200, 300, 400 shepherds and other stakeholders can accommodate during gathering opening, speeches and passing declarations. So people will gather and our zonal gathering will be one day, but it can also be 2 days. But we will prefer if the zonal gathering is only for one day in the month of April, preferably in April or maybe in the month of May. So zonal gathering, if it is one day, so we can assume that it will open with some speeches. So we will make a structure who will do a speech in for example in Elbasan, who will do speeches in. So this structure will be made later on. So all these people will gather in this park. So municipality can provide you community park free. Then municipality can also offer you some meeting rooms or conference rooms. There can be minimum 2 rooms, maybe 5, 6 rooms available. So what will happen in these rooms? We will have some focus group meetings. Okay, after opening ceremony is done and all speeches are done, then we will have some focus meeting in the rooms. Okay, so for this opening purpose, you will require loudspeaker sets.
So municipality can also provide loudspeaker sets. I don't know, but we have just written these things. And if we need some stage on which the people will stand and then they will speech, give the speeches. So if it is not, then this can be without any stage. Okay. So municipality can also help mobilize the shepherds and interested farmer to join the zonal gathering. So municipality has different departments like agriculture department, culture department, or other departments. So they usually have the contact with the villagers and the shepherds and the farmers. So they can release some letter if required. So or they can announce on the television their own social media campaign they do, so they can offer this help also. They can also offer help of extension services, their extension services. Transport, Dr. Petrit was mentioning about the help of the transport by the municipality. So this can happen. Sponsorship of the food or refreshment to the own municipality people. This help can also be done by municipality. And lastly, the municipality can also uh, ask or request their own vendors and suppliers, and these suppliers vendors can sponsor some food, accommodation, transport, etc. So this kind of the help the municipality can provide. Therefore municipality is very critical, and if municipality is providing help, our 60 to 70% expenses on the ground are covered. We will have very successful kind of these zonal gatherings. So now we will talk how this will be done. So we are now discussing the different roles of different type of people. So how this will be coordinated, how this will be mobilized, I will talk subsequently. Now, thank you, Dr. Petri. Okay, just let me see the document since the beginning. Okay. Atëre, këtu përpara kemi është në anglisht, por natyrisht do e përkthejmë, do jo shpërndajmë juve rolin e bashkive. Pra, bashkit janë shumë të rëndësishëm në këtë. Dhe ne thamë që personalisht unë mbuloj komunikimin me NGO dhe bashkit për momentin, mbase më vonë mund të angazhoj dikush tjetër. Bashkit do bashkëpunojnë konkretisht duke na ofruar infrastrukturë. Çfarë o infrastrukturë? Në përgjithësi ato mund të lënë një ambient të madh, ka dhe parqe ose në pallat sporti që menaxhojnë bashkit ose salla të mëdha për të mbledhur njerëzit, pra themi 200-300 pjesëmarrës në këtë mbledhje, që kryesisht do jenë bari, dhe aktorë të tjerë që të mblidhen gjatë hapjes së kësaj ceremonie. Natyrisht këto evente pritet të organizohen brenda ditës, po nuk përjashtohen që atje ku ka mundësi të bëjmë edhe 2 ditë event. Natyrisht që në këto salla të mëdha do të ketë ceremoni hapje, do të ketë fjalime, deklarata, si edhe do të realizohet edhe në nënshkrimi i deklaratës. Përveç kësaj, bashkia mund të ofrojë edhe dhoma më të vogla, që 2 deri në 5, dhomë konference sallë konference, që do të shërbejnë për të bërë mbledhje tematike. Mbledhje tematike do të thotë që do mblidhen për një çështje të caktuar, do diskutojnë, do rrafin mendime, do nxjerrin konkluzione. Për çështje të veçanta, pra ku nuk janë të interesuar të gjithë, po vetëm një kategori të caktuar. Bashkia tjetër mund të ofrojë edhe sistemet e altoparlantëve, mikrofone të tjera, mund të ofrojë edhe podium, po nuk është e domosdoshme, po pati mundësi e ofron në mënyrë që njerëzit që duan të flasin të pozicionohen në një vend të dukshëm. Tjetër, bashkia mund të ndihmojë edhe në mobilizimin e barinjve dhe fermerëve të interesuar për t'u bashkuar. Pra edhe ajo ka linjat e veta, edhe mund të ndihmojë dhe ajo në organizimin dhe në njoftimin dhe në prahapjen e njoftimit për angazhimin e barinjve. Tjetër, bashkia mund të
në fakt shërbimi këshillimor nuk varet nga bashkia, por bashkia ka strukturat e veta të bujqësisë dhe në mjet tyre mund të angazhohet, mund të mbështesi këto takimet rajonale, mund të ndihmojnë në fushatën e medias, mediave sociale, sepse dhe ajo ka faqe, ka dhe mediat e veta sociale, mund të përfshi këtë në aktivitetin e vet, dhe kjo është e rëndësishme, pra që takimet zonale që do të organizohen të përfshihen edhe në kalendarin e bashkive. Dhe kështu i lehtësojnë edhe bashkinë të marrë pjesë edhe më aktivisht, edhe ndoshta me fonde. Ajo gjithashtu mund të ofrojë transport për barin të vinë nga zona që janë më të largëta deri në qendër të bashkisë. Ajo mund të sigurojë edhe sponsorizime të paktën për stafin e vet, për njerëzit e vet, për ushqimin për njerëzit e vet. Gjithashtu bashkia mund t'i kërkoj edhe bashkëpunëtorëve të vet në qytet, bizneseve të ndryshme, që të ofrojnë shërbime të mbështesin, sponsorizojnë pra me food, akomodim, transport, një numër të caktuar personash. Pra, roli i bashkisë është i shtrirë në të gjitha fushat. Natyrisht që këto janë rolet që kemi menduar ne, po këto nuk e kufizojnë rolin e bashkisë. Bashkia mund të ketë edhe role tjera rast pas rasti. Ne shohim në disa bashki kemi gatishmëri për të mobilizuar, për të mbështetur këtë, disa bashki mund të jenë të ftohta dhe natyrisht që mbështetja mund të jetë më e kufizuar. Okej, Thank Dan, you. Thank you. Okay. So, in this zonal gathering, the main task, the core task will passing the declaration. Declaration will be signed. I think I explained about the declaration. This declaration work is going to start now. We will, in this declaration, we will write the problems of each municipality. Each municipality. We will write the problems of shepherds problems of but every municipality in this declaration will be written, and then we will write the demands from our government. Okay, and we will also write what shepherds want from international organizations, global organizations. Okay, so okay. this document for one country will be about, say, about not less than 100 pages for one country. For Albania, for Montenegro, for Macedonia, every country, this document will be about 70 to 100 pages. And then there will be signatures. Suppose 300 people are coming in one zonal gathering, so all 300 people will sign this declaration. So this will be a collective voice, collective force going to the government and also knocking the international organizations. Okay, translate this, please. Okay. Atëherë, kapim një element që është në shkrimi i deklaratës. Duhet të kuptoj që për të përgatitur këtë deklaratë ne do fillojmë punë që tani, Thash që po përgatisim pyetësorët, jemi në proces të përkthimit tyre dhe do filloj plotësimi pyetësorëve duke intervistuar barinjt. Ne do evidentojmë problemet e barinjve. Problemet e barinjve në çdo bashki. Dhe mendohet që kjo deklaratë, përveç evidentimit të problemeve, të ketë qartë edhe kërkesat që kanë barinjt për bashkinë, për qeverinë, po edhe për organizatat ndërkombëtare. Mendohet që për një shtet, në këtë zonë algjerin, pra themi për Shqipërinë, deklarata të jetë voluminoze, pra të jetë një dokument i plot, me të gjitha detajet e nevojshme, me të gjithë faktet e nevojshme, që mund të shkojë deri në 100 faqe. Pra është një deklaratë serioze, nuk është një copë letër. Okay? Done, Yes. sir. Okay, thank you. So lastly, I should say that there will be a massive publicity about this zonal gathering. Our TV reporters, our newspaper reporters, social media activists, and our top level media experts like Philip, they will make a film. They will also invite all media, formal in mainstream media and informal media. They all will come and take so many interviews of the shepherds, and they will cover all the events. Okay, this event. Translate it quickly, please.
Pra, përsa i përket medias, do të gjithë këto evente, gjithë këto takime dhe aktivitete, do të pasqyrohen në media sociale dhe në televizor, prandaj kemi dhe një rrjet të tillë të përhapur në nivel të çdo bashkie dhe këto natyrisht do koordinohen nga Filipi dhe presim që të kemi jo thjesht njoftime në rrjetet sociale, po të kemi edhe dokumentar televiziv, intervista të barinjve, të gjitha këto pra të realizuara në secilin nga takimet që do realizohet në çdo zonë. Now, all these people have to be identified by zonal coordinator and municipality coordinator. This we have talked about. So this is a big task, and then mobilizing and motivating the shepherd and farmers who will join the zonal gathering, not only from one municipality, but all three municipalities. In Sikhodra, all 5 municipalities, the people will join in Sikhodra. Albasan, 3 municipalities people. Minimum 300, minimum like 100 people from one municipality should gather on the specified date. And you have to mobilize, you have to propagate, you have to publicize, you have to do all whatever possible, just make it big publicity so that it becomes a successful event. This is the task. And now the role of again I say the role of zonal coordinator and role of municipality coordinator is very, very critical. If they don't work, nothing will happen on the ground. Thank you. Atëre, dhe së fundi, deshin të thonim që gjithë ky ekip do të caktohet nga koordinatori zonal në bashkëpunim me koordinatorin e bashkisë. Dhe është ky ekip që do të realizojë mobilizimin e njerëzve dhe angazhimin dhe organizimin e gjithë të eventi. Natyrisht që është detyrë shumë e rëndësishme, shumë e madhe dhe ne presim që të paktën minimumi për çdo bashki të kemi të angazhuar 100 veta, të paktën 100 veta për bashki, po ka bashki që pastoralizmi dhe barinjt janë në numër më të madh dhe natyrisht që numri do jetë më i madh. Okay? Yes. Another thing, just last thing, I'm just finishing it. The organization, individuals, I'm not talking about individuals. I'm talking about organization like NGO, like municipality, like college or school, and like TV radio organization like Top Channel. If it is an organization or even veterinary service, if it is a kind of company or organization. So all these people, we want their letters, collaboration letters. We want collaboration letters. Okay. Confirmation letters, sorry. Confirmation letters. All municipalities are written and 2 municipalities have confirmed. You can see on the website here. Sorry. 3. Also Shkodra confirmed. Okay. 3 municipalities have confirmed, and we want similar confirmation from NGOs. We want similar confirmation from veterinary services. We want similar from schools and colleges. And we will write now to NGOs letters. We already have finished writing letter to municipalities. Now we will write to NGOs. We will write to veterinary service. We will write to schools. But I need a list whom to be written. If I don't have any list, I cannot write any letter. Yes, but writing letter is enough. Not enough, sorry. Writing a letter is not enough. When the letter is sent and you receive a copy, a coordinator like Freddy or Christiag are receiving a copy of the municipality letter or copy of any NGO letter, you have to follow up. Okay? Okay. Like you followed up, and then these 3 municipalities have confirmed. Similarly, you have to follow up the NGO. You have to, when I write letter, but I will write only when you give me a list. If you don't give me a list, I cannot write. So first you give a list, then I will write letter, then you will follow up.
So please explain this. Okej, atëherë të shpjegojmë gjën e fundit, për sa i përket atyre që i quajmë institucione, pra bashkia, NGO-t, shkollat, edhe pra atje ku s'kemi të bëjmë me persona, po kemi të bëjmë me institucione, ne do donim të kishim një letër konfirmimi. Letër konfirmimi do thotë që konfirmojmë me shkrim dëshirën për të bashkëpunuar në mënyrë që neve t'i përfshijmë ata me statusin siç i përmendëm më lart. Dhe konkretisht ne kemi dërguar Hasrati ka dërguar personalisht dhe duke bërë CC koordinatorëve zonale edhe mua që jam koordinatori rajonal për institucionet, kemi marrë pra ja dërguar letrat dhe disa prej tyre kanë kthyer letrën e konfirmimit. Pra, letrat të dërguan sepse u nxorën nga faqja e internetit bashkit, po ndërkohë, nëse ne duam t'i dërgojmë shkollave ose NGO-ve të ndryshme lokale një letër ftese për bashkëpunim, natyrisht që duhet gjejmë kontaktet e tyre dhe kush janë ato NGO që mund të përfshihen dhe janë të interesuar në këtë fushë. Kështu që gjëja që duhet bëjmë është të evidentojmë këto NGO dhe kontaktet e tyre dhe t'ia kalojmë ekipit drejtues në mënyrë që të përgatisim letrat dhe për NGO dhe t'ia dërgojmë. Dërgimi i letrave është vetëm një pjesë e punës, nuk është e mjaftueshme, pra pasi dërgojmë letrën, koordinatori rajonal ndjek ç'a bëhet. Pra ngacmon dikë në bashki ose ngacmon vetë me një email a çfarë, bashkinë që keni marrë një letër do konfirmoni ose shkollën e mesme bujësore themi ose një gjimnaz që keni marrë një letër, ju lutem konfirmoni dëshirën për të bashkëpunuar, Dhe kjo i jep atyre si thosh një status të një organizate që ka konfirmuar pjesëmarrje, jo thjesht e mori vesh, jo thjesht u vu ndjeni, po konfirmon dëshirën për të bashkëpunuar. Dhe kjo është e rëndësishme. Okej, done. Okay, done. Thank you so much. Now the house is open for open discussion. We have 20, 30 minutes maximum, 20 minutes, 30 minutes. So anybody can raise the question or if anything to clarify. You can talk in Albanian, then I can be briefed with a summary by Petrit. Thank you. Okej, tani është koha nëse ka pyetje, diskutime për të bërë, le t'i bëjmë ato në shqip, çfarë kemi, çfarë s'kemi, diskutime dhe pastaj unë do i përkthej një përmbledhje të gjërave veç as radit, që të mos pengojmë shumë me përkthimin e çdo gjëje. Okej. Kush ka ndonjë çështje për diskutuar, ndonjë paqartësi? If there is anywhere any confusion or you want more clarification somewhere, then you can discuss about it. Pa, nëse s'keni kuptuar diçka o doni një sqarim të më detajuar, mund të diskutojmë këtu. But we may also invite them to send the emails if they don't have at this moment, but working on the documents, they may have some questions, so they may directly ask us through emails. Yes? Ka ndonjëri në një paqartësi me çfarë u shpjeguan deri tani? Në një pyetje? Jo. Po, Fredi, okay. Jo, nuk është. Thjesht atë aktivitetin që ne kemi zhvilluar atje, besoj që është okay. Unë personalisht kam problem sot për angazhimin e mediave sociale. Dhe e di që është një defekt që duhet ta korrigjojmë. Por është problemi joni, nuk është. Po, ajo duhet në nivel bashkie të jem 1, 2 a më shumë persona që i marrin përsipër ti bëjnë këto. Puk fusharëve në Lezhë. Në Shkodër tha dikush aty, kush ishte ajo që merret me shoqatat? Po, kemi me Arbanën e biseduam që do të të ndihmojnë edhe nëpërmjet universitetit tek fakulteti i gazetarisë, gazetarisë dhe komunikimit, do të jem një oportunitet, por në përgjithësi zonat e thella ne kemi probleme. Kam parasysh Pukën, Fusharzin, Mirditën dhe ndoshta edhe Laçin kur binin.
por Po mund të jetë dhe një i ri, mund të jetë një i ri që i ka qef mediat sociale, nga këta që tentojnë të bëhen influencer, më kupton? po pra, po Se mesazhet unë mund vetë, përgatiten në nivel qendror, ë? po pra, qartë, por unë vetëm Pra, njej unë veten përgatita që atë për atë informimin e takimit, pa ju mund ndahet. Unë si isha i përgatitur që ta ndaja më shumë se nuk i kisha adresat, por në një farë mënyrë ai njoftim mund të ndahet, të bëhet share nga të tjerët që të ketë vizibilitet sa më të madh. Pra duhet të fillojmë avash avash të tentojmë të bëjmë ca njoftime kështu në mënyrë që edhe njerëzit sensibilizohen, po edhe ne ja marrim dorën, shohim problematikat. qartë. Okej, dikush tjetër? Mund Jaço? mund të shoj diçka, profesor? Po, Visar. Atëherë mund të them në anglisht sepse realisht u lodha dhe ti duke përkthy, kështu që mund të Jo, s'ka gjë se ai nuk do. Këtë është diskutimi disnesh. Unë i bëj një briefing më vonë atij, më kupton? Okej, okej. Jo, do të thënë thjesht doja të thoja që realisht është me shumë vlerë që të kemi një koordinim sa më të qartë me njëri tjetrin fillimisht me ne që jemi partneritet dhe më pas këtë lloj angazhimi dhe qartësimi ta teqojmë le të themi edhe në pjesën tjetër të bashkëpunëtorëve që mund të kemi në të ardhmen. Por fillimisht mendoj që nga ky takim janë sqaruar, domethënë shumë aspekte ku mund të kishim pikpyetje. Dhe është diçka me shumë vlerë, besoj. Okej, Visar, ne kemi folur në nivel grupi koordinues të ndërtojmë një grup me koordinator lokal dhe një me ata të bashkive, grup në WhatsApp, ku të ndajmë edhe linkun edhe informacionet të përditshme kështu që i shohin të gjithë. Dhe pastaj kur të duhet të organizojmë një mbledhje e kemi më kollaj. Pra, që mos na ndodhi dhe kjo që kush u njoftua, kush u njoftua, më kupton të punojmë në këtë mënyrë duke kombinuar WhatsAppin edhe me Zoomin për takimet më të përgatitura, më të strukturuara. Okej, super, super. Po Faleminderit, kështu edhe profesor. azhurnohemi ç'a bën njëri, ç'a bën tjetri duke qenë Po, në. po. Uh, Okej, dikush tjetër? Jaço, se je i ri në këtë tematik, edhe do doja Profesor, ju të thoshe përshëndet, nëse ke është ndonjë kënaqësi që marr pjesë. paqartësi. Nuk kam paqartësi, ndi që marr pjesë në këto lloj organizimesh. Doja t'ju falenderoj edhe para Folsit për informacionin që shpërndan. Për mua ishte i kuptueshëm informacioni. Besoj se do të duhet që në zonën time përkatëse të bëj një tejqim më të madh të informacionit, do të duhet pak më shumë informacion. Nuk besoj se do të kem probleme deri në pikën që dëgjova. Megjithatë ne përsëri do të jemi në kontakt, kështu që Po, jeni mi pritur për çdo lloj. po. Tani konkretisht në aty duhet gjesh edhe persona në bashkitë e tjera dhe pastaj vendos do e mbulosh gjithë zonën apo vetëm Gjirokastrin. Po unë kisha qef që ta mbulosh gjithë zonën duke mbajtur mbase Do edhe dikë do të tjetër për tri. shpërndajmë informacionin Se në nivel zonal mund po përfshihen do edhe më të shumë se një shpërndajmë person, informacion. atë djalin që kishim Ka marrë futur kontaktet e nevojshme për këtë gjë Po. dhe ka Po. ka dashamirësi nga rjeti që Po, kam po, kontaktuar. shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Të falenderoj që na u bashkova. Ishte një problem pak me dërgimin e linkut, po e zgjidhëm. Okej. Falenderoj ju. Ju falenderoj. So, Dr. Hasrad, Yes, sir. I'm here. yes, more or less they were clear. So Alfred also said he has some problems with finding in some remote municipalities to find people for media, but we'll see. We'll find some people who wants to be influencer or they like to do this, but also we may do.
So I gave the example of a post that I prepare and send through RASP Facebook, but I was not prepared to put all the contacts. So sometimes it's good if we go sharing this information with the others. So let's start doing some exercise and then we'll improve. On the other side, I suggest that we build this, open this WhatsApp groups through coordinators, zonal coordinators, and then municipality coordinators in order to be more efficient in communicating and sharing the link for the meeting. So we'll do. And also Yacho, that is coming from Eurocastra, even I am explained, but he say now it's clear, much more clear, and now I'm trying to engage more people and to mobilize some of them. So if you have seen this is an updated list I sent to you, but I would like him to be a zonal coordinator and probably involve somebody else also on his right hand, let's say, as a right hand, and continue with municipalities, other municipalities in Permet or Tepelena. Yes, sir. I received your list, but this list is having only one municipality. So please, Yes. please add two more municipalities. Let us have three municipalities minimum. Yes. So please We just complete your chart and then send to me. okay. Because this Okay. one municipality is not acceptable for zonal gathering. It will be too small. Yeah. Otherwise, Yes. Yeah. we have to increase the number of But people. it's a very pastoral one. No, it's fine, but if you have like two more municipalities, maybe only few Yes. people, We'll try to only find yeah, Tepelena, Permet, yes, Culture, probably yeah. even Saranda, but we'll No, see. We'll discuss with Yacho. please do that. Okay, last thing I want to say something, just last. Maybe this platform will again stop, but I will take your few more minutes only. I want to say something about timeline, how we should organize the work now. Timeline is important, and please respect the timeline so that we can be more organized. I think the next meeting will be an orientation, not a meeting. Orientation of all zonal coordinator and all municipality coordinators from Albania only, not from other countries. So Albanian zonal coordinator and zonal municipality coordinators will assemble for 2 hours about, let us say, mid-February. Is this fine? Okay. Let us say mid-February, maybe 15 February, maybe 16 or 17. Okay. At the most, like 18 February will be the last day of this meeting. And that will be for 2 hours. And by that time, before that, all municipality should be nominated with the coordinators. There should be all municipality coordinators fixed by 15 February. You please note down. In all municipalities, all municipality coordinators should be fixed, nominated or fixed by 15 February latest. Is this fine? Is a reasonable time? Let's hope. And not Let's hope, hope. because you have to work hard to find the municipality coordinator. We can, if somebody you want to change, you can change later on, no problem. Yeah. But let us fulfill this criteria, this gap, and fix every municipality having a coordinator. Every zone coordinator is must, and then every municipality having the coordinator by 15 February. And maybe on 16 February or like 18 February, we will have a orientation meeting of all the coordinators. Do you agree? All of you agree? It's fine? Yes. Okay. Yes, sir, please. Okay, vetëm më fal, besoj që ka për qenë pak e vështirë të menaxhohet një takim I tillë kaq I zgjeruar, sepse unë presupozoj që duhet jenë të paktën 25 veta minimumi.
Ne kemi 60 bashki. Në qoftë se kemi koordinator të çdo bashkie, plus koordinator të qarqeve, plus koordinator zonal, kam frikë, sepse është e vështirë. Ndoshta është më mirë që të ndahemi veriu në një datë, pjesa tjetër në një datë tjetër, pjesa e jugut në një datë. Nuk e di, si ta gjykoni, unë jam okej, edhe dakord, i kërkoj njës për atë mos marrëveshjen e fillimit. Në qoftë se duhet që ti njoftoj unë koordinatorët e mi të veriut të Shqipërisë, i njoftoj unë të Shkodër Lezhës, edhe do jenë prezent në takim. What is he saying? Okej, atëre për ata që ndoshta nuk e kapën, u fol për të bëjmë një plan konkret, afate konkrete dhe mendojmë që deri në mes të shkurtit ne të kemi caktuar gjithë koordinatorët në nivel bashkie. Patjetër gjithë, edhe mund të ndryshojnë në vend, por ne duhet të kemi një listë të tyre dhe kontaktet në mënyrë që në datën 16, 17 ose 18 shkurt ne të bëjmë një mbledhje të përgjithshme të koordinatorëve në mënyrë që të flasim për saj për hapat e mëtejshme. Fredi mendon që është mbledhje e gjerë, po në varësi të agjendës, nëse do ketë diskutime është e gjerë, por nëse do jepen udhëzime nuk është e gjerë. Po, do e shohim Fredi, po unë do preferoja të ishin gjithë sepse ka shumë rëndësi të shohim kush bën çfarë në kuptimin të njohim njëri tjetrin. Okay. I don't know what you have discussed, but the next thing I want to say I'm not is that telling everything to you. The next thing I want to say is that when we have this meeting of all coordinators, not meeting is an orientation of all coordinators, then by like 27 February should be the deadline for filling all the stakeholders like NGO, like media coordinator, media person, social media person, veterinary person. All these should be identified like within next 10 days, and all charts should be complete by February 27, 28. Finish. Siç e shkruajta në mesazh tu, në 27 shkurt duhet plotësohen ekipet në nivel bashkie, me të gjithë personat e medias, të biznesit, të NGO-ve, të gjitha. So I have written also as a message. Yes, please. Yeah. So it should be clear by last date of February will be deadline for completing all charts. Pra all gjithë charts full. Harta me personat angazhuar duhet jetë e plotësuar deri në 27 shkurt. So better if you work from now. Don't wait for the deadline. You start working and then full the chart. Deadline-in, pra duhet fillojmë të punojmë që tani. Why I'm saying this, in the month of March, we will be only working in action mode. All team, all training, orientation, everything is complete by end of February. Finish. Pra deri në 27 shkurt kemi përgatitur ekipet, udhëzuesit, guidelines, çdo gjë që duhet për të filluar punën. All guidelines, everything, all training, orientation, team formation, on the ground level, everything is done within February. E personave në fusha të ndryshme, të gjitha do kenë mbaruar në 27 shkurt. And March will be action. We all at our level will be acting. Dhe në mars fillojmë implementimin, pra do fillojmë veprimet konkrete në të gjitha nivelet. I think everybody has understood. Now we can close this meeting. Besoj të gjithë e kuptuan, tani do e mbyllim. Si gjithmonë, Martin, yes. Yes, I would like to give one advice. I think it's something we have forgotten in the agenda. It is very important, and I would say up to middle of February, that we know which date and which place is every gathering. Already now, too many people are asking, and I think this is very big priority.